Përshëndetje të gjithëve. Quhem Astrid Leti. Sot përfaqësoj kompaninë Kaktus dhe përmes kompanisë jemi një prej implementuesve më të mëdhenj në vend të platformave të ndryshme digjitale, të platformave të ndryshme të zhvilluara enkas për bizneset kosovare. Në vazhdën e prezantimeve për BCC, kemi përgatitur një prezantim i cili në theks të veçantë i jep digitalizimit të proceseve, automatizimit të proceseve nëpër kompani, në të cilat ne sot do të bëjmë njërën nga to, do ta prezantojmë dhe do t'ju tregojmë hapat e parë të digitalizimit të punës ekipore në të cilën ju mund t'i përdorni nëpër bizneset të kompanitë tuaja në përditshmëri. Në vazhdën e prezantimeve për digitalizim të proceseve dhe shfrytëzimin e proceseve sa më automatike në këtë kohë pas pandemike, do të prezantoj një prej platformave më të popularizuara globalisht, të prodhuara nga Microsoft, e cila quhet Microsoft Teams. Microsoft Teams sot në vendin tonë përfaqësohet nga kompania Kaktus, do të thotë jemi si përfaqësues ekskluziv i kompanisë Microsoft, në të cilën implementojmë platforma të ndryshme dhe njëra prej tyre është Teams, në të cilën Kaktus tashmë veç mbi një dekadë ka filluar ta implementojë në vendin tonë. Do të thotë Kaktus është një kompani e cila tashmë është prezantuar në tregun tonë që nga viti 2003, është themeluar në vitin 2003, dhe në të cilën funksionon sikur një shoqëni aksionare në bazë të ligjit për shoqëri tregtare në Kosovë. Do të thotë në kompaninë tonë kemi prezantuar produkte të ndryshme veçmas të prodhuara nga Microsoft. Kompania jonë sot përfaqëson një ekip prej së paku 100 punëtorëve, kemi të ndarë departamente të ndryshme, njerëz të shkolluar dhe njerëz profesionistë të lëmisë, të zhvillimit softverik, të platformave të ndryshme softverike, e po ashtu të integrimeve dhe të rrjetave dhe sistemeve të ndryshme në të cilat sot janë mëse në trend për zhvillimin e bizneseve dhe funksionimin e platformave të ndryshme në për bizneset kosovare, po ashtu edhe në institucionet e vendit dhe të shtetit. Kompania jonë ka prezencë të gjerë, po mundohemi që të depërtojmë edhe në tregje ndërkombëtare, në të cilat kemi arritur që disa edhe prej projekteve më të rëndësishme të kompanisë të implementojmë jashtë vendit, sikur që janë në Gjermani, në Zvicër e Britani të Madhe. Po ashtu edhe në rajon jemi prezent me ekipet tona dhe platformat të ndryshme në të cilat i funksionalizojmë. Si partner, kemi disa partnerë të ndryshme, globale, në të cilat përfaqësojmë në vendin tonë, dhe këto janë kompani më me renome në tregun ndërkombëtar global. Nuk do t'i përmendi shumë, por njërën prej tyre vetëm e përmenda që quhet Microsoft. Platformat më të rëndësishme të digitalizimit të proceseve në këtë kohë pas pandemike janë të prodhuara nga Microsoft dhe disa lojtarë shumë të mëdhej të tregut botëror të IT-s, me të cilat sot përfaqësohen platforma të ndryshme të funksionimit online, video calling, conference calling e tjerë. Atëherë, mirë se erdhët në Microsoft Teams. Microsoft Teams është një prej platformave më funksionale, më të ngritura dhe më të reja në tregun global, në të cilat Teams ka depërtuar dhe sikur që shprehet në ekipin e Microsoft, quhet që është një prej ngritjeve më të mëdha dhe më të depërtueshme nga të gjitha produktet e Microsoftit. Sot, Microsoft Teams ka arritur të depërtojë në mbi 181 tregje botërore, do thotë në mbi 181 shtete të vend globalisht, e po ashtu t'i prezantojë edhe mbi 44 gjuhë në të cilat janë, do të themi, të adoptuara për secilin treg dhe për secilin shtet. Ngritja e numrit të gjuhëve e tregon edhe seriozitetin e platformës. Teams në formën e business apps ka një prej rritjeve, siç e përmenda, rritjen më të shpejtë në histori të produkteve të Microsoft. Sot e kemi në mbi 550.000 organizata edhe ekipe e përdorin globalisht platformën e Microsoft Teams. Çka është Microsoft Teams? Në thelb, Microsoft Teams është një platformë me cila ju mundson juve komunikimin online. Do të thotë, Microsoft ka arritur që të i bashkëdyzoj shumë e shumë produkte të pakos Office 365, t'i bëj që t'i lehtësoj punën e bizneseve kosovare
edhe botërore, sigurisht, por në vendin tonë, bizneseve kosovare që të funksionalizoj disa funksione shumë e rëndësi në përditshmërinë e afaristë të tyre. Të themi, emaili me Outlook, Skype, krijimi i ekipeve në chat, ndarja e programeve të ndryshme online me ekipet e tjerë janë të gjitha tash në një vend. Përpara të gjitha kanë qenë të ndara. Do të thotë, mund ta paramendoni që nga 91 nga kompanitë më të mëdha në botë, në Fortune 100, përdorin Teams. Sot do të thotë ka një depërtueshmëri jashtëzakonisht të lartë. Në 44 gjuhë dhe dialekte është prezente, e po ashtu presim që të aktivizohet edhe në gjuhën shqipe. Ende nuk e kemi në gjuhën shqipe. Mund të themi se kemi kompani shumë të mëdha që mbi 100 kompani të cilët kanë më shumë se 10.000 përdorues edhe shfrytëzues aktiv të kësaj platforme në baza ditore. Kompania Microsoft është munduar shumë që ta funksionalizojë në të gjitha pajisjet të njëjtën platformë. Kjo e njëjta gjatë tërë kohës mund të përdoret në të gjitha platformat, sistemet operative, pajisjet mobile, laptop, desktop, apo edhe në browser, në të cilën nuk jo domosdoshmërisht duhet ta instaloni edhe aplikacionin. Definitivisht, sot një prej kërkesave më të mëdha është puna ekipore nga distanca. Është në trend, edhe kështu ka filluar edhe diversifikimi i moshave në të cilat e përdorin platforma për punë online. Është lehtësuar qasja në email, është lehtësuar qasja në dokumente, është lehtësuar qasja edhe në komunikim të përditshëm me ekipin tuaj. Kjo ka arritur që 80% të kohës në të cilën punonësit e përdorin në zyrë, ta bëjnë të njëjtën edhe gjatë komunikimit online. Megjithse, e gjitha nga distanca, të gjithë kemi vërejtur që në kohën pandemike është përdorur edhe për komunikim online, me video apo pa, dhe të cilat e kanë lehtësuar shumë komunikimin afarist gjatë këtyre ditëve të karantinimit. Sot në pakon e Office 365 përfshihen aplikacione të ndryshme në të cilat Teams është një prej aplikacione më të rëndësishme. Kjo ka mundësuar që kompanitë të kanë thirrje, chat, takimet, ndarjen e dokumenteve të gjitha në një vend në të cilat mund t'i përdorin gjatë komunikimit të përditshëm me punonësit në mes vete dhe punonësit me punëdhënësit. Do të thotë është tepër me rëndësi të kuptohet që në kohë kur kërkohet puna online dhe puna nga distanca, Microsoft Teams këtë e bën me lehtësi të madhe. Duke i përdorur edhe aplikacione tjera që janë pjesë e pakos Office 365, kjo mundësohet pastaj edhe në një gamë shumë më të gjerë të shërbimeve. Kjo e lehtëson komunikimin edhe ndarjen e proceseve të ndryshme përmes SharePoint, në të cilën Cactus ka zhvilluar tashmë një platformë jashtëzakonisht të madhe në automatizimin e proceseve administrative e financiare, por gjithashtu mund të përdoret edhe për aplikacione të ndryshme. Për shembull, takimet tani mund të incizohen, mund të ruhen më pastaj, minutat e takimeve mund të ruhen automatikisht, duke i përdorur edhe të gjitha aplikacionet e tjera, lehtësohet jashtëzakonisht shumë puna e punonjësve. Shërbimet të ndryshme mund të shihni që përdoren jashtëzakonisht shumë në këtë Office 365 pakon. Mund ta paramendoni që në kohën kur kërkohet një digitalizim sa më i madh i shënimeve, duke përdorur platformën Teams, mund ta integroni edhe kalendarin tuaj, mund të integroni OneNote për shënimet e juaja, etj. Puna në ekip. Mënyra si sot funksionojmë dhe si kërkohet të funksionojmë ka ndryshuar shumë. Në kohët përpara do të kemi pasur që punën ta integrojmë në përzyrat dhe në përvendet tona të punës. Microsoft Teams sot ka lehtësuar këtë qasje dhe ka digitalizuar proceset. Jo domosdo duhet të takohemi në zyra për mbajtjen e takimeve të ndryshme. Kjo ka mundësuar që ta bëjmë online duke përdorur pajisjet më të thjeshta për video call dhe t'i integrojmë sa më shumë ekipe në të njëjtën kohë. Sot është vërtetuar dhe konfirmuar që ekipet punojnë 2 fish më shumë online se sa para vetëm 5 viteve të punës së njëjtë dhe të ngjashme nëpër kompanitë ndryshme. Mund të shihni që një platformë si e tillë në Teams jep një zgjidhje mjaft të kompletuar
për punë ekipore. Do të thotë është përshtatje e nevoja dhe kërkesave, por po ashtu edhe e stileve të ndryshme të punës. Në këtë gamë të shërbimeve që Microsoft Teams ofron, shumë lehtë mund të integroni disa prej shërbimeve bazë të komunikimit. Ato janë emaili, kalendari, mund të editoni dokumente dhe të shpërndani në të njëjtën kohë me ekipin gjatë komunikimit në Teams, thirrje dhe takime të cilat mund të bëhen me video apo pa, edhe në të njëjtën kohë edhe me chat, por të tjerat mund t'i lidheni edhe kolegët të cilët nuk janë domosdoshmë në ekipin tuaj të punonjësve. Mund të integroni edhe me ekipe tjera të kompanive tjera në të njëjtën kohë, duke përdorur edhe web browserin në të cilin jo domosdoshmë duhet t'ia instaloni dhe ta thjeshtësoni punën përmes web browserit të integroni edhe ekipe të tjera. Do të thotë afarizmi kërkon qasje pa limit, jo domosdoshmë të një kompanie, por multikompanie me multi qasje. Ekipet dhe njësitë janë shumë të rëndësishme në platformën e Teams, sepse ato krijojnë vendet ku ju duhet t'i përdorni sa më shumë dhe t'i integroni sa më shumë ekipet tuaja. Do të thotë, në rastin se në një projekt përdorni një ekip të marketingut, në rastin tjetër mund ta përdorni një ekip teknik apo të ndryshme t'i kombinoni gjatë punës tuaj. Atëherë këto mund të krijohen dhe veçoritë e ndryshme të cilat Microsoft Teams i ofron, ato mund t'i përdorni edhe gjatë krijimit të ekipeve dhe këtyre grupeve të veçanta. Do të thotë, në këtë pjesë Microsoft ju garanton që mund të bëni ruajtjen e dokumenteve të ndryshme, të konverzacioneve dhe bisedave që i bëni të përbashkëta, ndarjen e këtyre dokumenteve, e po ashtu mund ta bëni edhe në kohë reale, që është një pjesë shumë e rëndësishme. Gjatë punës në ekipe të ndryshme, me njerëz të departamenteve dhe njësive të ndryshme tuaja, atëherë mund t'i përdorni këto dokumente që t'i ndani në kohë reale dhe të gjithë së bashku në kohë reale të punoni në një dokument. Është shumë e rëndësishme që gjatë punës ekipore të gjithë të kanë qasje, dhe kjo ofrohet edhe me një siguri shumë të lartë e cila ofrohet nga Microsoft globalisht. Teams. Ekipet për brenda Microsoft Teamsit jashtëzakonisht lehtë krijohen. Do të thotë, nëse në rastin se për njësitë tuaja duhet krijohet një ekip i veçantë, qasja dhe integrimi i kolegëve që mund t'i futni në një projekt mund të jetë i mallësive të ndryshme, e po ashtu edhe komunikim unilateral. Do të thotë një me një. Mundësitë e ofruara nga Microsoft Teams janë shumë të mëdha, andaj edhe lehtësia e tyre është bërë që të bëhet përmes vetëm disa klikave. Të thotë, mund të shtoni anëtarë të ekipeve të reja duke mos pasur nevojë të komplikoni apo diçka në procese të tilla. Krijimi është shumë i thjeshtë, do të thotë gjatë krijimit të platformave e ndani emrin secili prej njësive që mund të quhet general, mund të përdoret edhe si njësit kryesor, edhe kështu edhe emërtoni një ekip të tillë. Njësitë të cilat mund të përdoren sipas dëshirës i dedikohet definitivisht qëllimit të caktuar. Do të thotë, varësisht nga projektet e caktuara të kompanisë, krijohen edhe ekipet. Edhe njësitë për brenda atyre ekipeve mund të komunikojnë ose të komunikojnë përbashkët ose mund të komunikojnë veçmas. Por një projekt mund të ketë komunikime të ndryshme në kohë reale dhe pa limit. Çdo ekip edhe çdo tim që krijohet mund të ketë një numër të mëdhej të administratorëve, edhe këta menaxherët e këtyre ekipeve mund të menaxhojnë ekipet në kohë reale duke i dhënë qasje edhe duke ndarë dokumente apo të integruar planifikimet, kalendaret, emaillat e ndryshme gjatë komunikimit të përditshëm në ekipe. Do të thotë, menaxherët e administrojnë në tërësi një ekip duke i lejuar qasje apo duke i kufizuar ato sipas nevojës. Microsoft Teams vetëm gjatë periudhës së vitit 2020 në kvartalin e parë ka arritur që ta ngrisë substancialisht numrin e përdoruesve dhe antarëve të ekipit, e kjo mund të jetë tashmë deri në 10.000 antarë në një ekip. Deri tash kemi pasur këtë në 600 antarë, do thotë globalisht duke u ngritur nevoja për futjen e sa më shumë antarëve në ekip, numri i saj është vrejtur që duhet të rritur, andaj edhe Microsoft ka bërë hapa substancial të mëdhaj në ngritjen e këtij numri. Do të thotë nga 600 në 10.000 antarë mund sot të funksionojnë në një ekip të vetëm. Numri është jashtëzakonisht i madh,
për standardet në vendin tonë, mirë po në standardet globale duket se është diçka normale. Me Microsoft Teams kemi bërë edhe integrimin për të arritur një produktivitet sa më të lartë. Do thotë një humbje kohe në gjatë përpilimit të komunikimit, dokumenteve, të krijimit të ekipeve etj. Kemi arritur që këtë ta zvoglojmë sa më shumë në mënyrë që mos të humbet koha gjatë komunikimit të përditshëm dhe ta bëjmë ndarazi me ekipe të ndryshme. Në çdo moment mund të integroheni në thirrje të ndryshme duke mos patur të komplikuar apo kompleks qasje në thirrje apo në dokumentat e ndara që janë duke u bërë në kohë reale nga ekipi juaj. Për këtë është mundësuar që brenda platformës t'i bëni të gjitha siç themi një klik më larg se që e keni pranë jush. Dokumentet të cilat ndahen me ekipet e Teams në platformën e Microsoft Teams janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Qasja dhe limitimi i tyre mund të bëhet në kohën reale nga menaxherët, e njëkohësisht mund të lejohet edhe përpunimi i këtyre dokumenteve gjatë punës së përditshme. Do të thotë në kohë reale mund të punojnë shumë njerëz në të njëjtin dokument, sepse dokumenti është online. Të themi që kemi për ta përpiluar ose kemi për ta analizuar një kontratë me një bashkëpunëtor të jashtëm apo të brendshëm. Atë kontratë duhet ta kontrollojnë disa prej njësive tuaja në kompanitë tuaja. Do të thotë në pjesën e marketingut dhe promo materialeve duhet pjesa e njerëzve të departamenteve njësive të marketingut ta kontrollojnë. Në pjesën e shitjes, në pjesën komerciale, punonjësit e atij departamenti dhe asaj njësie duhet ta kontrollojnë, kurse në pjesën ligjore dhe financiare njerëzit e duhur të këtyre njësive. Andaj edhe qasja në dokument në kohë reale ka shpejtuar dhe ka ngritur produktivitetin e përpilimit të dokumenteve të ndryshme. Duket komplekse, por në realitet është shumë e lehtë që të gjithë të qasen në të njëjtën kohë, secili ta kryen punën e vet, duke mos patur nevojë që të dërgohet me 10 herë dokumenti pas rianalizave dhe ndryshimeve në dokument. Andaj në kohë reale të gjithë punojnë dhe të gjithë i përmirësojnë gabimet eventuale nëpër dokumente të ndryshme apo nëpër kontratën e dhënë. Si që jemi mësuar, në komunikim dhe në chat, është shumë lehtë edhe të gjendet dhe të përcaktohet antari i ekipit duke shtypur tastin @ do të thotë duke bërë tag. Me tag, njoftimet dhe notifikimet ju vinë direkt në cilën do pajisje në të cilët ju mund të përmendeni. Nëse punonjësi pranon një mesazh të tillë dhe nuk gjendet në zyrë, atëherë përmes aplikacionit të Microsoft Teams notifikimi vije sikurse në platformat e tjera të komunikimit chat online dhe mund t'i vëreni dhe mund t'i ktheni përgjigje në kohë reale. Kjo ka mundësuar që në asnjë moment të mos humbet kohë nëse për një përgjigje kërkohet përgjigje e shpejtë apo jo. Gjithashtu edhe në kohë të shpejtë dhe përshëndetjet janë bërë edhe të mundshme edhe në platformën e chat. Mund të përdorni edhe fotografi, mund të përdorni emoji e GIF të ndryshme në të cilat e lehtësojnë komunikimin dhe e përshpejtojnë komunikimin tuaj të përditshëm, qoftë afarist apo jo. Dhe kjo ka mundësuar që platforma e Teams të ndajë dhe të bëj një integrim të emoji të platformave të ndryshme botërore, jo vetëm të janë të vetat, po t'i përdorin edhe ato të cilat kanë qenë gjenerale edhe nëpër platforma të tjera. Në komunikim, njësit mund të komunikojnë edhe me biseda të tyre private. Do të thotë një me një, one on one, në 4 sy, në të cilat ruhen dhe ndahen me siguri edhe më të lartë në rastin se ato kërkohen. Duke selektuar një prej komunikimeve që quhet chat në pjesën e aplikacionit të Teams, këto biseda private mund të tërheken dhe mund të ndajnë apo jo me të gjithë kolegët tjerë në organizatë. Mund t'i mbajnë edhe vetëm për vete. Do të thotë komunikimi është i limituar në atë se një chat mund të menaxhohet nga administratori pa ndonjë kufizim. Sipas dëshirës dhe marrëveshjes mund të ndahet me të gjithë. Kjo e ka lehtësuar jashtëzakonisht shumë komunikimin e brendshëm përmes chat. E shifni,
duke krijuar një ikonë në new chat, vetëm shtoni emrat e njerëzve të cilët dhe punonjësve të cilët ju do t'i tërheqni në këtë chat dhe ajo do të krijohet automatikisht. Në atë chat, pastaj mund ta zgjeroni edhe gamën e shërbimeve. Mund të integroni dokumente, mund të integroni fotografi, të dërgoni dhe të shkëmbeni shënime të ndryshme sipas nevojës dhe kërkesës. Shpërndarja e dokumenteve është lehtësuar jashtëzakonisht shumë, e përmendëm që mund të bëhen në kohë reale, e po ashtu mund të dërgohen edhe në email apo mund të ndahen edhe direkt në chat. Kjo pastaj integrohet shumë lehtë edhe me email, me të cilën mund ta dërgoni edhe jashta grupit tuaj në mënyrë që të shpërndani informatën sipas kërkesës dhe nevojës afariste. Meetings. Meetings është lehtësuar jashtëzakonisht shumë sepse ka mundësuar që të integrohen njerëzit, siç e kam përmendur, edhe gjatë punës me organizatën tuaj të brendshme apo edhe të jashtme. Në kohë kur kërkohet një takim i shpejt dhe i menjëhershëm, atëherë me ikonën Meet Now do të lehtësohet jashtëzakonisht shpejt. Me një klik organizoni takimin. I ftoni njerëzit të cilët do t'i dëshironi në takim dhe e njëjta regjistrohet edhe në kalendarin tuaj, mund të bëni edhe streaming. Përmes Office 365 Pakos është mundësuar që i tër meeting, ky takim të incizohet në mënyrë që njerëzit të cilët punonjësit të cilët nuk kanë qenë prezent mund ta shohin më pastaj. Kjo ka lehtësuar jashtëzakonisht shumë dhe të gjitha ruhen në cloud të Microsoft, e cila mundson edhe siguri të lartë të shënimeve të cilat ju shkëmbeni me punonjësit tuaj. Duke shtuar antar të njëjtë në këto takime, mund të bëni invite me të cilën përmes një plus mund t'i bëni thirrje dhe ata pastaj mund ta pranojnë atë takim shumë lehtë. Kalendari integrohet njëkohësisht dhe gjatë takimeve rezervohet ai timing, ajo kohë e cila për ju është shumë e rëndësishme gjatë përpilimit të dokumenteve tuaja, takimeve, orarit tuaj të punës. Kjo vazhdon edhe gjatë kur në rastin se juve ju thret dikush në takim, mund të bashkoheni. Me një klik join now mund të pranoni thirrjen apo jo të kolegëve tuaj të cilët bëjnë thirrje që ju t'i bashkangjiteni një takimi të caktuar për një projekt të caktuar. Video calling është bërë me lehtësi shumë. Qasja në video është aq e lehtë sa që e mundsoni kamerën me një klik, duke e mos patur të komplikuar apo komplekse qasjen dhe duke e lehtësuar atë përmes platformës Teams. Kjo ka lehtësuar që mund të ndërpreni audion apo jo, gjatë komunikimit mund të ndëgjoni apo jo, edhe në të njëjtën kohë mund ta përdorni për komunikim në chat me grupe tjera, duke mbajtur këtë takim, duke komunikuar edhe me grupe tjera në prapavi. Kjo ju jep përshtypjen se mund të jeni në takime të ndryshme me punë të ndryshme gjatë të njëjtës kohë. Gjatë prezantimit me video, pjesa më e rëndësishme është që ju mund të shpjegoni, mund të prezantoni dhe mund të bëni ndarjen apo share të ekranit tuaj. Gjatë ndarjes së ekranit tuaj mund të ndani vetëm një faqe apo tërë ekranin tuaj. Do të thotë, sipas dëshirës tuaj, nëse kolegëve tuaj do t'i prezantoni ndonjë prezantim, ata mund ta shohin direkt nga ekranet e veta, nga distanca, dhe ju duke prezantuar sikur ne sot që prezantojmë, ata do ta shohin në kohë reale prezantimin që ju keni përgatitur për ta. Dhe kjo pastaj në fund mund të ruhet, mund të diskutohet dhe të incizohet në mënyrë që ta përdorni për referencë tuaj të ardhshme. Microsoft Teams ka përpiluar edhe aplikacione të ndryshme shtesë në të cilat mund të përdoren gjatë komunikimit tuaj. Një prej tyre është edhe Tabs, të cilën është një rrugë e shkurt për t'i mundsuar ekipet që i përdorni pakës më shpesh, mund t'i lëni në Tabs në të cilat i thritni shumë shpejt, i keni qasjen direkte, nuk keni nevojë të krijoni ekip të ri, por e keni të krijuar në të cilën i mundson qasjen shumë të shpejtë dhe të lehtë të ai ekip i përcaktuar. Aplikacione tjera të integruara janë të shumta.
jo domosdoshmë duhet të jenë edhe të Microsoft, por mund të jenë edhe të kompanive tjera globale. Një prej tyre që ka shumë integrim në pjesën e Microsoft Teams është edhe vetë Office. Këtu mund të ndani edhe Excel, mund të ndani edhe PowerPoint prezentime, njëkohësisht edhe Word dokumente në të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme në punën tonë të përditshme. Por kjo mund të jepet edhe përmes planerit. Do të thotë dokumentet tona mund t'i planifikojmë, t'i regjistrojmë në planerin tonë dhe t'i mbajmë me ekipet tona që në rastin se ato duhet t'i mbajmë në të ardhmen, mund të kyqen dhe ti drejtohen sipas kërkesave ditore, javore apo mujore. Projektet ndonjëherë zgjasin edhe me vite. Andaj edhe projekti me planer përmes kalendareve edhe planerit mund të planifikohen gjatë tërë vitit e tutje. Konektorët tjerë që janë jashtë kompanive tjera mund të integrohen shumë lehtë. Do të thotë janë përdorur edhe aplikacione të ndryshme, edhe prej atyre më të popularizuara, siç janë Trello, Twitter e tjerë në të cilën ju mund ta përdorni për integrimin e shënimeve tuaja, për dërgimin e mesazheve sa më të lehta, apo thjesht dhënë një mesazh publik duke përdorur edhe platforma tjera publike shumë të njohura. Microsoft Teams aktualisht është i përfshirë në të gjitha licencat e Office 365, andaj edhe është me lehtësi ta gjeni këtë aplikacion në grupin e aplikacioneve të ndryshme të cilat përdoren nga Microsoft. Me një licencim të tillë, Microsoft Teams me rregull duhet të jetë integrimi ndoshta i parë në kompaninë tuaj. Lehtësohet komunikimi, por edhe lehtësohet edhe integrimi të cilën ne do ta bëjmë për ju. Këtu për t'i larguar edhe dyshimet se për çka mund edhe në cilat pajisje mund të përdoret Microsoft Teams, kemi bërë edhe një renditje të pajisje dhe browserëve të cilat Office 365 edhe Microsoft Teams mund t'i përdorin. Do të thotë pa limit të pajisjeve mund të përdorni Windows platformat e ndryshme, mund të përdorni Mac platformat e ndryshme, telefonët me Android, me iOS, po edhe me Windows, e po ashtu edhe në browser. Jo domosdoshmë duhet të integrohen këto me instalimin apo shkarkimin e aplikacioneve të veçanta, por këto mund ta bëni edhe thjesht në një hapje të faqeve siç është Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer e tjerë, në të cilat ju direkt mund të qaseni dhe të komunikoni me ekipet tuaja. Për të filluar dhe për ta integruar sa më lehtë, definitivisht mund të provoni. Microsoft ofron një trial, do të thotë një testim të platformave të veta dhe kjo e mundson shumë lehtë që ju ta shihni a është domosdoshmë kjo platforma jo e duhura për kompaninë tuaj. Është e thjeshtë. Në rastet që në vendin tonë kërkoni të bëni integrimin, atëherë është edhe një prej kompanive më të thirrura për këtë. Cactus integron sot mbi 1000 projekte të tilla kemi integruar në vendin tonë. Prej më të voglave deri tek më të mëdhat. Do thotë prezenca jonë ka mundësuar që kompanitë të adoptohen sa më shumë që është e mundshme me platformat të cilat sot janë jo vetëm një kërkesë për punë online, po është një domosdoshmëri për punë afariste të përditshme. Pa marrë parasysh lokacionin se ku bëhet puna afariste. Për të na kontaktuar është shumë e lehtë. Edhe për mua është shumë e lehtë t'ju qasim dhe t'ju drejtoj te ekipi jonë të na kontaktoni, qoftë edhe për konsultime apo dhënie dhe sugjerime të ndryshme në të cilat ne mund t'i përdorim për lehtësimin e punës tuaj. Do t'jam në dispozicion dhe në komunikim të vazhdueshëm me ju. Për të na komunikuar edhe zyrtarisht jemi prezent në çdo platformë të mediave sociale të njohur, andaj edhe ju kemi lehtësuar të gjithëve që na bashkangjiteni. Mirë se vini.